Besojmë Zotit Musës edhe Harunit. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, Kale Firaun. E tash Firauni diri tash s'foli heq, apo? S'foli ki, të veqeli i madh nuk ka foli heq. Tash fol, apo? E ku të fole shkreton, ku të fole jahuq, apo? Se s'di me fol paletër. Nuk di, ja kanë hek letër, s'di. Tash ki pi nervozës, ranë, sejsh dhe këta sirbas, ki detirot me fol. Kale Firaun. Andaj në kretat debatët, Kale Firaun në veshur e Araf, Asur e Taha, Asur e Shuara, As Yunus, veç të dhe Kale Firaun. Firauni ka folë. Pse? Se të këtë debatin, kush e u dheqi? Paria, ministrat, generalat. Ta është vjen Firauni dhe folë. Kale Firaun. Tha Firauni, amentum bihi. Ka gabu edhe në shprejhe. Ka gabu edhe shprejhe. Andaj në shurën Shuara, të debati i tret, e mësojnë atë dhëtë, nuk i thuhet amentum bihi. O të veqel, nuk i thuhet kështu, po i thuhet amentum lehu. Andaj të debati tret e regullon. Lexoje mirë që të kena shkrujt, jo kështu me vol. A kuptove? Shiko Allah si në ka zonë se sa qfar ahmak ja kon. Ka thonë amentum bihi kable en adhen e lekum. Ka thonë qysh i besut ju Musës kur unë si kam thonë leje. Mirë dhe zërë, pse po thënë atë të veqelu kon? Besimi kua? Besimi kua? Anzajmër. A i thuhet dikujt, pse besove pa dhon leje une? Po tja dush me hik tu me shtrafsigera me mpunu mua. Po i besova se e pash. E kur ta shot vërtetën, besimi vet hinin zemër. E qish i thuhet dikujna, a besove pra me zemër, kur ti realitet, ti nuk mënush me hin zemër dikujna. Andaj shiko far ahmak loki. Amentum bihi, a i besuhet Musës ati, pa ju dhon une leje. A mirët leje për me besuhet pi zemër? Apo? Andaj dhe zë, mi vetë në zullum qartë sot. E ata që ka zdojnë musliman, më konë musliman. Qka dojnë me në thonë? Amentum bihi qablen dhe në lekum. Sa diktatori ju ka thonë njerëzve, a besut ju pa ju dhonën e leja? E ku mirë lejo dhe zë? A du të në mihin trafik, a të besoj ajo? Me veç do Firaun zamanit, a ban mi besu Allah dhe penga me sa më qka thot? Jo, ka dole, prit njerë, ta këshirmi. Abo, kur o dhe, hajde kur, që u banë 1500 vjetë. Edhe kur kini me dhonë atë dekret për me besu Allahu Gjellola? Kur kini me dhonë leje me besu Allahu Gjellola? Apo, për këtë asyja Allahu, për shkak se e disë diktatorët kur nuk japin leje, i përcel, hajde hec. Ka përcel ketë, me Staline, me Tite, me Enver. Ketë i ka përcel, se me prita ta me në dhonë leje, kur s'na japin leje? Ata me mujtë e nalin e zanin, ama Allahu Gjellola nuk donë. Wa rafa'na leke dhikrak. A di dhe sa vendimet janë morë dunja, që mos mu thirë e zani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Eshhedu an la ilaha illallah, Eshhedu anna Muhammed Rasulullah. Vendim, vendim shteti. Vendim, s'ka mu thanë ma e zani. Kush e ka shfuqizu këtë vendim? Kush e ka shfuqizu? Apo, e ka shfuqizu Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, për këtë asyje shiko kisha i ka thanë, amentum bihi, që shi besut ju ati? E për këtë asyje për shkak se s'ka dit me thanë, ato i ka mësu, ka thanë, këshire që tërherë, kur të atetna me Musën, mos i thuj amentum bihi, po thuj amentum lehu. Apo, qite muhabetin finans, qite ekonomik, qite muhabetin, qite me pare, se me zemër, sun mund është mi thonë dikuj pëse ki besu se kjo pun zemëra, zemër su ki thujt, pëse bedotit ti kanë? Kjo pun zemëra, mora? O nuk përzirë në zemër. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, amentum bihi, kable en adhene lekum, si besuat ju pa ju dhanë në leje? A kuptoni vlezër, a kuptoni sa arrogant ka qenë Faraoni? Unë du të mi ju dhanë leje ju me besuat. Pra, edhe nëse është Musa pejgamber, edhe nëse Zoti i Madh Xhelal e ka dërguar, ju s'ban me besu pa ju dhënë leje une. E Allahu Xhelal për këtë arroganca do t'ja kallzon në fund vendin. Thot Allahu